Përshëndetje, TikToku! Ja ritakohemi sërish me prezantimin e një motori tjetër për shitje. Do na mbarojnë këto shira që na e sollën këtu dhe shpresojmë të na hapet koha dhe motorat t'i kemi gati për qarkulluar kudo në Republikë. Kështu që rrugët janë shtruar, sinjalistika është fillu pak, kështu që do kemi mundësi më të mirë që me motorat tonë më të mirë, me zgjedhjet tonë më të mira të qarkullojmë dhe ta shfrytëzojmë motorin si për trafik dhe për rrugë gjata që të kënaqemi nëpër udhëtime. Sot kemi Yamaha X-Max 250 viti 2016. Ky seri e X-Maxit është nga viti 2013 deri në fillim të vitit 2017, pastaj ndron seria. Është një nga motorat më të klikuar, më të kërkuar nga X-Maxi për vetë prerjen futuristike që ka dhe për kohën ka qenë dhe vazhdon të jetë një motor të jetë i kërkuar. Është një grup të jetë i fortë, është një motor shumë i mirë dhe gjendja aktuale e këtij mjeti, si mund ta shikoni, është në gjendje perfekte. Gomat Michelin, diskofrenat në gjendje perfekte, është me ABS. Shikoni pra ka këtë turi kaq të bukur që të gjithë e kërkojnë, është në ngjyrë të bardhë, nota 10-10 gjithandej. Shikoni pra ka bishtin dhe valixhen origjinale të Yamahas që ta përdorni për senet e juaja personale. Gjendja e gomës mbrapme, Michelin, perfekt në diskofren, në çdo gjë. Të gjitha shërbimet e kryera. Është me dogan të paguar, ja shikojmë te krahun tjetër që është tetë i pastër si motor. Është me dogan të paguar dhe është me shumë pak kilometra. E shikojmë bashkërisht pra që ka gjësej 12.470 kilometra në kroskotin e tij. Ky motor bëhet i juaj me çmimin 3.800 euro. E përsëris 3.800 euro, ky motor bëhet i juaj, e gjeni vetëm tek Oltimoto këtë X-Max 250 që ka shpacër dhe ka të mirë dhe që do t'ju shërbejë shumë. Faleminderit.